mendova që para se të iki në Zvicër që le të martohemi. Kam njohur vetëm një lutje. Këtu në këtë tokë të shkret. Kam vetëm një lutje. Një lutje për bukën tonë jo toksore. Djali juaj Sasha duhet të vinte të na vizitonte këtu në Korçula. Alo? Çfarë ke bërë ti? Ik tani zhduku. Më dëgjove? Do telefonoj policino kur muslimane. Nuk do të bëj abort, mama. Mos prej që të kujdesemi ne për këtë kopil? Jo, se thash këtë. Kontrata që ki tani mbaron për 3 javë dhe nuk do të rinovohet. Dhe ti do që unë do t'jap 2.000 euro si pa të keq, nuk i kam aq para. Po nëse nuk i ke parat, nuk do t'i shohësh me kurrë. Ku është Sabina? E keni njoftuar policinë, zotri? Më dëgjoj mirë. Ajo e mbrojti këtë qytet si infermiere në ushtri. Ajo më shpëtoi jetën. Sabina! Të ftuarit këtu qëndrojnë ende. Megjithse duhet të kishim ka përcyer ma ta një unaze drite dhe të kishim kaluar më në fund në një derë të ngushtë nga ky trup i çveshur tek ai i përjetshmi. Nëse porta e botës është thjesht një ëndër, një prallë, unë prap nuk do të largohem nga kjo derë. Këtu dua ta jetoj edhe një herë këtë ëndër. Sabina Kadić.